E drejta për informim, çdo person gëzon të drejtën e njohjes me informacionin publik, pa u detyruar të shpjegojë motivet. Çdo person ka të drejtë të njihet me informacionin publik nëpërmjet dokumentit origjinal, ose duke marrë një kopje të tij në formën ose formatin që mundëson akses të plotë në përmbajtjen e dokumentit. Kërkesa për informim bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi, me postë ose me postë elektronike, duke paraqitur sakt identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij. Kërkesa për informim duhet të përmbajë emrin dhe mbiemrin e kërkuesit, adresën postare ose elektronike ku kërkohet të dërgohet informacioni, përshkrimin e informacionit që kërkohet, formatin në të cilin preferohet informacioni, çdo të dhënë që kërkuesi gjykon se mund të ndihmojë në identifikimin e informacionit të kërkuar. Çdo person, kur çmon se i janë shkelur të drejtat e parashikuara nga ky ligj, ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative pranë zyrës së komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, në përputhje me këtë ligj dhe kodin e procedurave administrative, ankimi administrativ pranë zyrës së komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale bëhet brenda 30 ditëve pune nga dita kur ankuesi ka marrë njoftim për refuzimin e informacionit, ka kaluar afati i parashikuar në këtë ligj për dhënien e informacionit. Kërkesa për informim trajtohet nga ana e autoritetit publik sa më shpejt që të jetë e mundur, por jo më vonë se 10 ditë pune nga dita e dorëzimit të saj, përveç rasteve kur ligji i posaçëm parashikon ndryshe, kur kërkesa është e paqartë në lidhje me përmbajtjen dhe natyrën e saj. Autoriteti publik kontakton menjëherë personin për të bërë sqarimet e nevojshme, por gjithnjë jo më vonë se 48 orë nga data e paraqitjes së kërkesës.